Shikues Star News ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Në Europë, Ballkani dhe brigjet e detit të zi dominohen nga moti paqëndrueshëm me reshe dhe stuhiere, më të theksuara këto në juglindje, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit mbetet me kthjellime. Njemi tani me kushtet e motit përse përket vendit tonë. Sipas Meteoal, paraditja sjell fillime dhe vranësira me reshje të pakta, kryesisht këto në veri të vendit edhe në qendër të territorit shqiptar, ndërsa pasdite reshjet përfshin gjithë vendin më intensive në lindje me mundësi breshri. Natën moti do të përmirësohet, temperatura do të luhaten nga 3 deri në 23 gradë Celsius. Era fryt me një shpejtësi 55 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet të tare 3 deri në 4 ball. Shohim tani kushtet e motit përse përket rënd Europës për ditën e nesërme. Europa dominohet nga moti qëndrueshëm dhe i ngrohtë, ndërsa zona e Ballkanit paraqitet me vranësira dhe reshje afat shkurtra. Njemi tani me kushtet e motit përse përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoal, zona bregdetare mbetet e kthjellët, ndërsa jugu i vendit do të paraqitet me vranësira dhe rebeshe të izoluara. Pasditja vijon me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Temperatura do të luhaten nga -1 deri në 22 gradë Celsius. Era fryt me një shpejtësi 45 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet dëtare 3 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend të Europës. Falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.